Serbi, qifsha motrën, Serbi, qifsha motrën, Serbi, vidi Serbi, vidi tu, vidi. Hej, përshëndetje për Ramiz Ladrovcin, urime fitoria, jo 4 vjet, po 40 vjet me kërkuti krejt Drenica, krejt Shqiptaria ty dot. Kështu që sa Milo Shtoku edhe Lepurushat, si meble ata tjertë janë mënu me rëzue me shantazhu, po në fund funit kur që s'kan mëjt me bo. Kështu që o burra, rini mirë, punoni për shtetin, punoni drejt, mos menoni veç për vete, për nipat e juve, edhe stërnipat e juve, se për Zotin e Madh, ushtria shkrimtore e Kosovës nuk o kanë pronë e dikujt. Për të këja së kanë pronë e dikujt, po disa njerëz po pretendojnë me bot veten, kështu që Serbi, a jemi live, a jemi live, mos harroni, Illyrians 1 million, apo Illyrians një më, sot, one, me këtë telefon që po më shini, edhe me qëtë pajisi që të Wi-Fi, kjo hi e këtë kështu, do jem live në stadiumin Ullevi Södra në Göteborg, edhe do të transmitoj Kosovën edhe Suedin. Unë sinqerisht të dy shtetet i du, edhe Suedin edhe Kosovën. Arsyeja pse do thoni jo. Edi ka linë në Suedi, një 5 kilometra larg qati stadiumi, unë e kom linë në Kosovë. Kështu që të dy shtetet, shnetet mira, po Kosova është veni jam. Edhe toka Shqipunia. Kështu që Kosovë, Shqipëri, jenani, moj jenani, oj Serbita, qifsha nonën. Aqe e bona më ndoket pak bërlog, të në fond, por po më presin shokët e legjenda, jena grupi Arbria, që ka organizu, shikon e vetë, do më thonë, këtë shkruan uqe kjo mrapa, e di që ka më mërdhi sot, po ka më mënu, 14 gradi është, po më doket edhe ka më mënu që mos më mërdhi. Mos harroni, shkoni në YouTube, bëni subscribe, Illyrians 1 million, edhe ato më keni mu sonte në ora 8:45 live mrena stadiumit. Jo ato që shihni në televizion, po është komplet gjysma stadiumit me shqiptar, e të gjithë janë diaspor, të gjithë dhe na djeg zamra për Kosovën dhe të gjithë duam